Ditën e mërkur u arrit marrëveshja për ndalimin e bombardimeve mes SBA-ve dhe Iranit. Ndërkaq, Izraeli nuk ka pranuar të ndërpresë bombardimet mbi Liban. Po, kush do ta fitojnë këtë luftë? SBA-t, Izraeli dhe aleatët e tyre, apo shteti terrorist iranian? Jacques Attali, në një analizë të tij të para disa kohëve, shkruan se të thuash që fati i kësaj lufte do të vendoset nga armët, do të thotë të ngatrosh zhurmën me historinë, skenën me prapaskenën, sepse fituesi vërtet i kësaj lufte nuk do t'jenë as SBA-t dhe as Irani, do t'jetë Kina. Dhe këtu ai kujton atë që njihet si konstantja e historisë gjeopolitike. Kur një superfuqi sulmohet nga një rival, pothuajse gjithmonë është një fuqi e tretë që përfiton. Ai sjell në vështrim rënien e Francës së Luigjit të 14 dhe 15 dhe të Spanjës po ashtu, në kohën kur ato harxhonin mjete dhe financa për kolonitë periferike. Në këtë ndërkohë, Britania e Madhe merrej me tregti dhe pas u amori atyre trashëgimin, ndërtoi perandorinë e parë në botë. Një shekull më vonë, kur Gjermania Wilhelmiane sfidoi dominimin detar dhe kolonial të Britanisë, ishin Shtetet e Bashkuara që përfituan nga situata për t'u industrializuar me shpejtësi marramense dhe për t'u shndërruar në superfuqi. Logjika është e paepur. Fuqia që lufton përdor burimet, rinin, kreativitetin dhe financat e saj. Fuqia që vëzhgon grumbullon kapital, teknologji, patenta dhe ndikim. Po sot, pyet Jacques Attali, lufta në Iran mund të jetë rrënimi përfundimtar i Amerikës. Vetëm java e parë e konfliktit me Iranin thuhet se i ka kushtuar buxhetit federal rreth $7 miliardë, përfshi 4 miliardë vetëm në municione. Kina nga ana tjetër po trajnon inxhinier, po ndërton robot, po instalon ferma diellore, po krijon marrëveshje tregtare në çdo kontinent dhe po pret që historia të vërtetojë edhe një herë durimin e dur dhe ta bëjë atë fuqinë kryesore në botë. Në planin e saj të 15 pesëvjeçar 2026-2030, sapo ka shpallur 7 prioritete, duke formuar një projekt të vërtet qytetërues që zbeh kufit mes teknologjive civile dhe ushtarake. Inteligjencia artificiale aplikuar në industri, robotika humanoide, ndërlidhje tru-makinë, informatika kuantike, gjysmëpërquesit e përparuar, G6 dhe së fundmi bashkimi bërthamor dhe tranzicioni i energjisë. Pas secilës prej këtyre shtyllave qëndrojnë zbatime të drejtë për drejta ushtarake. Për shembull, robotika humanoide do të mundësoj prodhimin e dronëve luftarak, sistemeve autonome toksore, robotëve të pastrimit të minave dhe robotëve roje. Informatika kuantike do të luajë një rol vendimtar në kriptografinë ushtarake dhe zbulimin e nëndetseve. Dhe ndërthurja tru-makinë së shpejti do t'i mundësoj një qenie njerëzore të kontrollojë një makinë, një aeroplan luftarak ose një dron vetëm me anë të mendimit, pa gjuhë, pa tastier, pa ekran, duke përdorur potencialin fantastik të trurit njerëzor, i cili përpunon miliarda informacione paralelisht, diçka që asnjë kompjuter aktual nuk mund ta bëjë, dhe që do të mundësoj atë të fitoj betejën fantastike që po fillon për të kontrolluar vëmendjen e njerëzve. Europa ka një pozicion unik për të zhvilluar një strategji tjetër. Jacques Attali thotë, Europa mund të merret me sigurinë ekologjike, ushqimin e shëndetshëm dhe ujin e pishëm. Sovraniteti dhe pushteti në shekullin e 21 nuk varet vetëm nga sasia e raketave, mikroprocesorëve dhe robotëve. Ajo do të matet nesër në litra ujë të pishëm dhe të disponueshëm për frymë, në rendimentet bujqësore pavarësi nga plehrat e azotit dhe në biodiversitetin e tokës. Për të fituar luftën e pasnesërme, duhet kujdesemi për shëndetin, ushqimin, ujin, biodiversitetin dhe jetën. Nëse kjo ndodh, Europa mund t'i transformojë këto sfida ekologjike në vende pune dhe industri të së ardhmes, siç janë menaxhimi inteligjent i ujit dhe mbeturinave, rigjenerimi i tokës, farat e përshtatura ndaj ndryshimeve klimatike dhe sistemet ushqimore rrethore. Për këtë, na duhet një projekt qytetërimi dhe një mobilizim i vërtet për ta mbrojtur atë, përfundon Jacques Attali. Ky ishte komenti im, mendimet e dhëna këtu nuk janë domosdoshmërisht edhe opinionet e RTS-s. Dhe tani me të ftuarin e parë, historianin e njohur Marenglen Kasë.